Të nderuar qytetar, më nderoni t'ju përcjell me emocion një falënderim zemre nga të radhat që i bëj, edhe të shkruar për arsye se ky është një moment i rëndësishëm në Partinë Demokratike, ku çdo fjalë ka peshë, ku çdo diskutim ka diskutim që krijon një valë të rëndësishme për Partinë Demokratike dhe për të ardhmen e saj. Kam një përgjatim zemra për këtë prezencë kaq të madhe, për këtë rizgjim të Partisë Demokratike, sepse ju jeni heronjtë e Partisë Demokratike. Keni sakrifikuar dhe keni dhënë kontribut duke u përballur me një autokraci që kontrollon gjithçka dhe në këmbim nuk keni kërkuar asgjë, përveç vëmendjes, dëgjesës, diskutimit dhe ndarjes së shqetësimeve që gjithsecili i ka për interes të fuqizimit të Partisë Demokratike. Sot jemi këtu sepse demokratët janë duke thirrur. Shqipëria është duke thirrur. Dhe thirrjet e tyre as nuk duhen zbukuruar, as nuk duhen relativizuar dhe domosdoshmërisht nuk duhen injoruar. Këto thirrje janë dhimbje. Dhimbje të cilat rëndojnë apo duhet rëndojnë në peshën e përgjegjësisë së çdo politikani të Partisë Demokratike, i votuar ose i pavotuar. Personalisht e kam ndjerë këtë thirrje dhe besoj që përgjigjja jonë duhet jetë e qartë dhe pa ekuivok. Partia Demokratike duhet përgatitet të udhëheqë ndryshimin që të gjithë po presin. Dhe ky ndryshim pa diskutim që fillon edhe nga kjo sallë si takimi i parë që po zhvillojmë me demokratët. Nga ky brez që i dëgjuat pak më parë, nga kjo energji që është e pashteshme në Partinë Demokratike, por që nuk i jepet mundësia për arsye që gjithsecili prej jush i di. Të flasim hapur. Sot Shqipëria nuk po qeveriset. Shqipëria sot po plaçkitet. Dhe plaçkitja do sjell boshatisjen e Shqipërisë anë kënd saj. Shqipëria po shpopullohet, po plaket, po zvoglohet neshtje sikur jeta një kombi të kishte filluar numërimin mbrapsht. Ikja e shqiptarëve, ulja e lindshmërive, plakja e popullsisë është një dramë që tashmë shihet me sy të lirë nga cili do. Shërbimet publike duken si në mesjet. Rrugët, investimet publike, pastrimi, gjelbërimi është si në mesjet. Sepse siç e pat ju, siç e pat çdo qytetar shqiptar, si në rastin e marrjes pandehur të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, gjithçka në Shqipëri komandohet nga një dorë vetme. Ligjet, rregullat nuk funksionojnë dhe tenderat ndahen si plaçk lufte tek klientët e pushtetit dhe të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës. Siguria e punonjësve është si në xhungël. Shëndetësia është mizerabël dhe çdo koncesion ka përfunduar duke u hetuar në spak, ndërkohë që milionat e eurove kanë përfunduar në xhepat e qeveritarëve apo njerëzve të lidhur me ta. Arsimi është i kapur, i politizuar, mediokër. Administrata e mbushur me arabak, me njerëz të paditur, pa kulturë, pa etik, pa asnjë përgjegjësi për shërbimin ndaj qytetarëve. Ka një distancë të padurueshme midis shtetit dhe qytetarëve. Dhe ajo distancë është krijuar me qëllim për t'i pasur njerëz të dobët, të eshtër, të varur, të friksuar. Sot krimi i organizuar vendos gjithçka dhe fatkeqësisht Durrësi është një prej simboleve të kontrollit të krimit organizuar të çdo detaj që lidhet me jetën publike të qytetit. Ju e keni parë se si porti Durrësit është kthyer në han pa porta për të shkarkuar drogën e gjithë dynjas dhe siç e thot raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për ta bërë të mundur që Shqipëria të jetë qendër tranziti për drograt e forta si kokaina dhe si heroina dhe se si Edi Rama ja ka lënë në kontroll klanit të troplinëve kontrollin e këtij porti. Ju e dini se si porti i Durrësit u dha për 2 lekë, ndërkohë që duhet jepej, nëse duhet jepej, për të përfituar qytetarët e Durrësit miliarda euro, ndërkohë që miliardat e eurove shkojnë tek kalabari dhe tek njerëzit e lidhur me Edi Ramën në Durrës. Sot ka një pushtet që e ka zhveshur shtetin nga çdo vlerë, nga çdo parim, nga çdo turp publik.
sepse në krye të qeverisjes Republikës Shqipërisë, prej thuajse 13 vitesh tani më, kemi njëri që nuk skuqet, që nuk zverdhat, që nuk djen turp. Ai është Edi Rama, që duhet të ishte kryeministri i Republikës Shqipërisë, por është autokrati që përfaqëson një grush njerëzish. Edi Rama thotë se shpopullimi është problem global dhe ofendon inteligjencën, historinë, sakrificat dhe një dramë kombëtare. Si mund të jetë global fakti që 40% e popullsisë është larguar? Kjo nuk është statistik, është kamban mortore për një kombë. Qytetarë shqiptarë janë krenaria jonë më e pastër në çdo cep të globit. Kudo ku kanë shkuar, kanë shkëlqyer, profesionistë të përkushtuar, të ndershëm, punëtor, të bukur në shpirt dhe në fytyrë. E mbani mend besoj pandemin se si çdo natë shfaqeshin në mediat shqiptare mjek dhe infermier, punëtor, profesionistë tanë që shpëtonin jetë dhe shërbenin në vendet më të zhvilluara të botës. I shikonim dhe krenoheshim. Dhe njëkohësisht pyesnim pse nuk janë këtu, pse nuk punojnë mira njerëz si këta në vendin tonë. Sepse Shqipëria dhe qeverisja e Shqipërisë nuk ju ka dhënë shpresë, sepse nuk ju ofroi mundësi, sepse u mbylli derën, pastaj i qortoi dhe i largoi. E vërteta është kjo. Ne kemi dëbuar fytyrën më të bukur të Shqipërisë, por ata nuk e kanë harruar vendin. Ata e duan Shqipërinë dhe presin prej nesh një gjë të thjeshtë. T'i japim që të gjithë bashkë arsye që të kthehej në Shqipëri. Të dashur demokrat, sot është koha për të folur edhe për ne, për demokratët. Sot pritshmëritë e shqiptarëve janë të mëdha. Do të na urrejë çdo demokrat nëse nuk i përgjigjemi në kohë shqetësimit të tyre. Është e vërtetë si drita e diellit. Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk zhvillojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme. I kanë goditur zgjedhjet, i kanë vlerësuar, i kanë rrethuar votuesit. Ata kanë patronazhim kapilar të çdo qendre votimi dhe njohin emër për emër duke gjurmuar votuesit deri ditën e fundit në kutinë e votimit. Edi Rama përdor mjete të ndyra në politik dhe e kam thënë dhe e kam përsëritur që e ka prishur procesin politik në Shqipëri. E ka bërë politikën të papërgjegjshme, të shturur, pa mision dhe pa kontratë me njerëzit. Zgjedhjet janë si një luftë mes ndërvarësisë për bukën e gojës, shtrëngimin me vendin e punës apo sipërmarrjen, vlerësimit qytetarit të lirë dhe pa diskutim përdorimit të krimit organizuar në formë kapilare. Por të dashur miq, duhet ta themi hapur dhe me sinqeritet. Një tjetër shkak është paaftësia e opozitës. E Partisë Demokratike si forca më e madhe opozitare në vend. Për të qenë binca, për të nxjerrë shqiptarët drejt kutive të votimit, për të fituar zgjedhjet. Zgjedhjet e pjesëme lokale janë një sinjal i fortë që duhet ta lexojë gjithë secili prej nesh. Edi Rama arriti të nxirrte me gjithë represionin 15.000 votues në Vlorë, por ne nuk arritëm të nxjerrim dot më shumë apo rreth 2500. E njëjtë gjë në Berat, e njëjtë gjë në Cerrik, e njëjtë gjë në Tepelen. Kjo më bëri të reflektoj dhe të kuptoj që ne duhet të dëgjojmë demokratët për arsyet se pse demokratët nuk dalin të votojnë. Se ne jemi të qartë. Pse nuk i motivojmë ne të dalin të votojnë dhe t'i pyesim përse? Ne nuk mund t'i mbyllim as syt as veshët. Ne nuk mund t'i mbyllim as syt as veshët kur një super skandal si kapja në korrupsion dhe në shpërdorim për 50 milion euro, siç ishte rasti i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, nuk bëri që njerëzit të vërshonin në shesh dhe në revolt dhe ta përmbysnin qeverinë siç po ndodh në Rumani, siç po ndodh në Bullgari dhe siç po ndodh në çdo vend tjetër. Ministra kryebashkiake zyrtar përballen çdo ditë me drejtësinë, por nuk i lëshojnë postat. Nuk japin dorëheqjen në pretekstin e pamoralshëm të prezumimit të pafajësisë. Por Partia Demokratike përsëri nuk po rritet. A duhet që ne të ishim në revolt dhe të kuptojmë se pse qytetarët nuk po na ndjekin në këtë revolt? Personalisht e ndjej plagën tuaj dhe të çdo demokrati. Humbjet apo vjedhjet na kanë ulur kokën. Na kanë gryer shpirtin, e di zhgënjimin, arresën, i di problemet me listat e mbyllura, kam reaguar nga burgu në atë moment. I di një pjesë të alatëve pa pesh, vendimet e imponuara, mos përfilljet, largimi nga realiteti njerëzve, mungesën e shpresës, mosdhënien e llogarisë, mos takimet edhe tani 7 muaj pas zgjedhjeve dhe mos mbajtjen e asnjë lloj përgjegjësie.
E ndjej dhimbjen e militantët që ka qëndruar në shijen të ftohtë. Kemi qëndruar bashkë. Lufton por nuk dëgohet. Demokratët janë lodhur. Kjo është e vërteta dhe ne nuk duhet të kemi frikë që t'i themi të vërtetat ashtu siç janë. Dhe për mua kjo është plaga jonë më e madhe si parti. Dhe çdo drejtues duhet ta shohë këtë ashtu siç është. Duhet i dëgjojë demokratët që me masivitetin e tyre edhe në këtë takim tregojnë dhe po tregojnë që duhet të dëgjohet. Mos dëgjimi i tyre është një gabim i rëndë. Por të dashur motra dhe vëllezër, unë e di dhe diçka tjetër. Partia Demokratike nuk është një parti politike. Nuk është vetëm një parti politike. Të ishte e tillë me çfarë ka ndodhur gjatë këtyre viteve, Partia Demokratike nuk do të kishte mbijetuar dot. Por Partia Demokratike është një vokacion, është një pasuri kombëtare, është institucion i ndryshimeve historike për shqiptarët, ajo mbetet një fuqi politike e jashtëzakonshme. Por ajo duhet të hapet, të ri për të rijet, të zgjohet, të rinovohet, të besojë tek brezi i ri, të kombinojë përvojën me freskinë dhe pa diskutim të fitojë. Freskia sjell shpresë. Zëri i ri bashkojnë njerëzit përtej partive politike dhe bashkitë e fituara në zonat ku kemi fituar, se ne kemi një analizë të humbjes, por duhet kemi një analizë fitore në disa bashki që kemi fituar. Zëri i ri ka sjellë shpresë dhe shpresa ka sjellë fitore në disa bashki për shkak të kombinimit të këtyre faktorëve. Ndryshimi gjeneracional nuk është më një slogan dhe nuk duhet të jetë një slogan. Është oksigjen politik për Partinë Demokratike, është kusht i domosdoshëm për të qenë fitues dhe për rikthimin e shpresës për ndryshim që mezi e presin jo vetëm demokratët, por gjithë qytetarët shqiptarë. Shqipëria ka nevojë për ne. Ka nevojë për një parti demokratike të hapur, energjike, të sinqertë. Një parti demokratike që flet për hallet e shoqërisë, që bashkëpunon me të gjitha forcat opozitare pa dallim, që bëhet zëri i qytetarëve dhe jo kori i klaneve politike. PD është institucioni i rotacionit, është institucioni i ndryshimit për shqiptarët. Është ajo që ka sjellë gjithmonë shpresë, kur Shqipëria ka qenë në udhkryq. Dhe sot Shqipëria është pikërisht në një udhkryq të tillë. Dhe po duhet ta themi me zë të lartë dhe pas një kompleks, siç e thanë me zë të sinqert të gjithë të rinjt që folën më përpara. Ne e kemi forcën për ta sjellë rotacionin në këtë Shqipëri. Ne kemi forcën për ta fituar. Dhe fitoria nuk është një opsion. Fitoria është një përgjegjësi historike dhe fitoria është detyrim për Partinë Demokratike, është detyrim që i kemi shqiptarëve, është detyrim që i kemi demokratëve. Ne mundemi, duhet dhe do ta mundim Edi Ramën dhe besoj që ky është zotimi në çdo sallë, në çdo rrugic, në çdo lagje, në çdo fshat. Miqtë e mi, kjo nuk është ora e iluzioneve, as e frikës, as e cinizmit. Kjo është ora e kurajos, është ora e përgjegjësisë, është ora e vendimeve të mëdha, është ora që ta themi me zë të lartë, Partia Demokratike duhet të hapet. Të ngrihemi në lartësinë e pritshmërive të shqiptarëve, të freskohemi, të trokasim në çdo derë, të rikthejmë shpresën te vendi që po na ikën ndërduar. Le ta duam më shumë Shqipërinë. Ti shërbejmë më mirë asaj, le ta bëjmë politikën sërish një fjalë të mirë, një punë të ndershme që i thërret qytetarët të vinë. Le të jemi njerëz të hapur, të sinqertë, të guximshëm për t'i dhënë të gjithëve një mundësi të re dhe pa diskutim një mundësi të re Shqipërisë tonë të bekuar nga Zoti. Unë kam një thirrje sot për të gjithë demokratët, për të gjithë shqiptarët. Bashkohuni me ne. Ne do ta mundim Edi Ramën të gjithë bashk, të hapur, të bashkuar, të ri për të rirë dhe do t'i sjellim Shqipërisë ndryshimin. Fitore, fitore, fitore të gjithëve.